më shumë që nuk janë bërë sondazhe dhe nuk dim çan të flasim, sepse janë varet sa e aftë është ai që konkuron, individi që konkuron për kryeministër. E ja ta themi, e di çdo të thot politikë zotëri, do të thot opozitari që është elokuent dhe mund majorancën. Kjo është. Në qoftë se e them ndryshe. Në qoftë se ajo Partia Demokratike është akoma ajo e 91-shit, është vështirë. Por në qoftë se kjo kthehet e 2027-ës, e 2025-ës, partia, që ndodhë? Dhe më thënë që më të ketë një vit, fiton zgjedhjet. 100%. Stagnacioni në politik është regres. Flasim për kryetarin. Politik zotëri, politik demokratike do të thotë kryetari një partie që e do populli. S'ka tjetër. Tani vim të këto të dyja janë. Nuk është se kanë manipuluar. Dihet se edhe ne bipolar jemi, po tani bëhet pyetja për Partinë Demokratike. Është afër pushtetit deri tani me sondazhet që kam unë dhe me ato që kam marrë, nuk është afër pushtetit. Se ç'mund të ndodhi dhe keni parasysh një gjë. Prandaj thash se ç'mund të ndodhi. 4 ditë, 5 ditë edhe 15 ditë mund të ndrojë personaliteti një partie në lidhje me përkrajen e opinionit publik. Nga varet, nga verbi i kryetarit. Pse ndrojnë kryetarët në perëndim? Për verbin, për fjalën. Su ndrua kryetari. Ku je Azikundi? U ndrua kryetari. Nuk them tani për këtu, se nuk mund të hyj në bisedime për këtu. Në qoftë atje ka pas një stagnacion të njëra parti dhe kryetari ka ndryshuar me një person elokuent që e njeh opinionin publik, ka rëzuar majorancën. Atjeta. Par zgjedhjet, a dini. Se me zgjedhje pastaj ndryshon problemi. Dhim dhe në Shqipëri tani. Shqipëria nuk është si vendet perëndimore. Demokracia këtu ekziston, por partit janë kështu me monark absolut. Më kupton? Nuk janë edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, janë me një person. E kanë personin që nuk e lëviz. A më kuptoni? Dhe rezultati është i njëjtë. Dhe rezultati është i njëjtë, por PS-ja nuk ka nevojë. Nevojën e ka PD-ja dhe këtu lind një pyetje. Çdo bëj Saliu? Kur unë? Po dhe Saliu ka një gjë që do t'ja përkrajmë. Që është? Interesi ti. Cili është interesi ti? Nuk është pushteti. Është në akuzë. Unë jam avokat. Situata. S'mund të godas. Unë jam avokat. Dhe po ti isha avokati ti të zëmë, ose po të më pyesin si avokati, të thosh, pa tjetër që nuk do të ike nga politika. Derisa të mbaroj procesi penal. Kjo është arsye, pavarësisht që ai është kundërshtarim, po do të keni parasysh një gjë. Unë nuk mbroj kundërshtarin tim me të vërtetën. Unë mbroj Spartangelën. Do të bëshit pjesë e politikës aktive sot? Apo e keni mbyllur atë kapitull? Jo, nuk e kam mbyllur, por nuk shoh ti e di që unë hyra dhe ika. Ajo, se shfajim. Unë hyra në një krah, vajta në krahun tjetër, ata nuk pranojnë marrëveshje, si do ishtë në politikë. Flasim për këto partitë e mëdha. Do bësh marrëveshje. Unë nuk kam njeri i panjohur në opinionin publik. Ka mundësi që ta kem atë, thuaja, audiencën më të madhe se ata. Po ti të bësh marrëveshje dhe të shkelesh marrëveshjen edhe unë të të them bravo. S'mund të them. Për çfarë marrëveshje bëhet fjalë? Po bëra marrëveshje politike edhe me njëra dhe me tjetrën. Për ministrë të drejtësie. Po. E pra e shkelën. Askush se majti fjalën. Asnjëri as tjetri. Po çfarë si kama? Po kjo është politikë, unë s'tem se kanë shkel rregullat e politikës.
Por mua më kanë dhënë kuptuar që me këtë politikë nuk kam unë lidhje në lidhje jo me politikën,